Rezultatin me entuziazmit, pra unë ke kam parë shifrat, po është mbi 1250 plus Partia Socialiste në Devol, është me të vërtet historike, ju e dini grafikun e rezultateve, është një grafik në rritje nga zgjedhje në zgjedhje. Së pari dua që t'ja dedikoj unë personalisht si drejtues politik organizatës më fantastike që ne kemi, që është organizata e Devolit, që ka gjetur forcat të ngrihet mbi çdo opozitën së shkuarës, të krijojë një organizatë dinamike me djem, me vajza të rinj, me burra gra që kanë punuar me shpirt, edhe patjetër pastaj ne bëm një përfaqësim shumë dinjitos me Gëzimin edhe Gentin dhe Gëzimin të dy bashk që u mbështeten dhe u pritën shumë mirë nga qytetaria, në qytet dhe në fshat, në Bilish dhe në çdo njësi të Devolit. Pra, ne bëm një diferencë në të gjitha kuptimet, edhe në kuptimin e përfaqësimit, duke i dhënë, besoj, dinjitetin që i takon kësaj zone që është zona më fantastike, më punëtore që ne kemi, për ule me respekt para punës që ata bëjnë çdo ditë për të siguruar jetesën dhe patjetër për një dorë të fortë që na kanë dhënë për këtë fitore të Partisë Socialiste. Nuk dua ta shpall si triumf, për ne nuk është triumf, për ne është një mandat pune. Ne mezi po presim të certifikohet rezultati dhe të vazhdojmë punën aty ku e kemi lënë. Kemi një mision shumë të madh përpara, duhet ta antarësojmë Shqipërinë në Europë brenda këtij mandati për hir të gjithë këtyre shpresave, syve që shikoni edhe që kanë punuar pa dyshim duke besuar. Asgjë nuk mund ta ngrer kaq lart pesh zemrën e qytetarëve tanë këtu në Devol dhe në gjithë Shqipërinë, në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë, përveç se një ëndër e madhe. A mendoni se do të ruhet ky trend? Patjetër, jemi kudo fitues, kemi rezultate jashtëzakonshme, emocionuese me të vërtet. E filluam me Pustecin, dikush tha po është specifik Pusteci, pastaj shkuam në Kolonjë 65%, e po Kolonja kështu ka qenë gjithmonë, tani po shohim mbi 55% në kutitë e Korçës, Maliqi gjithashtu, Devolli erdhi mbi 50%, pra mbi 50% në përqindje këtu në Devol i ka fituar Partia Socialiste. Pra, ky trend është gjithandej, nuk e di se si dohet llogaria finale, nuk diskutohet 6-4 dhe do na vi keq që për pak mbase mund të mos arrim 7-3 ose do të arrim me pak apo me shumë një rezultat historik për Korçën. Unë mezi po pres që të ulet temperatura politike edhe të gjejmë të përbashkëtën dhe me ata që s'na kanë votuar, sepse në fundit ata janë njerëzitan, motra, vëllezër. Ne duhet punojmë së bashku për Devollin, për Korçën dhe për gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit. Ky ishte reagimi i Niko Peleshi.